qeveritare me Bashkimin Evropian. Keni një urim për Shqipërinë? Ky vendim është, ky timing është i 4 muajve më parë. Është një skedul e 4 muajve më parë. Por, theksoj këtu se për Partinë Demokratike integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është interesi kombëtar, e shpall çështje numër 1 të interesit kombëtar të Shqipërisë. Yllin polar të programit tonë. Në këtë kontekst, në qoftë se ka një forcë politike që ka dëshmuar seriozitet të plot në procesin e integrimit dhe ka arritur çdo objektiv që ka përcaktuar ka arritur, kjo është Partia Demokratike. Sali Berisha nuk i shtrin dhe nuk do t'i shtrit dorën asnjëriut, përveç se do punoj fort për të zbatuar në këtë vend, për të arritur në këtë vend, për të ndërtuar në këtë vend standardet dhe kriteret europiane, të cilat janë rruga më e sigurt e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Po u tregoj një shembull, pse e kam thënë dhe herë tjera. Diskutonin për vizat. Unë nuk e kërkova kujt kur të na bëjë një favor. Kisha vetëm një kërkesë. I kam thënë zonjës Angela Merkel në një summit. Zonjë, unë atë që kërkoj, ose të sjell një delegacion, ose të dërgon një delegacion për të vërtetuar 120 kritera, apo 30 kritera sa që ishin, se Shqipëria i ka plotësuar. Zoja nuk nguroj, por çoi drejtorin e përgjithshëm të Bundespolic, të policisë gjermane. 3 ditë në mision ai me ekipin e tij. Një nga një, bëri raportin më të shkëlqyer. Kjo është praktika ime. Për NATO kam ndjek absolutisht të njëjtën praktikë. Nuk them, por tani ka gjë. Gjithë kjo aktivitet antidemokratik i Edi Rams, i Aleksandr Vučić, jo vetëm atyre, po dhe tjerëve, ka bërë që qeveria e gjermane të dalë me një deklarat me të cilën kthehet procesi i integrimit me të stand-by, në kuptimin që nuk mund të ketë zgjerim tjetër pa reformimin e Bashkimit Evropian. Dhe këtë e kanë në sintoni me qeverinë franceze. Dhe kur këta 2 faktorë bëhen bashk, të garantoj që ai mur është i pakalueshëm. Ai kalohet i pakalueshëm në kuptimin e asaj, ai kalohet vetëm duke plotësuar çdo kriter, çdo standard. Dhe të garantoj që atëherë bëhet plotësisht i kalueshëm. Nuk shkohet në Bashkimin Evropian me taulant ballën. Ministër, deputet, a e ke pa deputet? Ky ka avu të gjithë deputet me dosje në mënyrë që të luftojnë për jetë ose vdekje, për grabitje votash, se për nuk shkojnë të gjithë në burg. Ky është morali i tyre. Ndaj dhe i ftoj shqiptarët të mendojnë, në rast se vërtet janë për integrimin, të votojnë forcën politike që ka dhënë prova të pakundërshtueshme se ajo integron, ka integruar në Këshillin e Europës, ka firmosur marrëveshje stabilizimi asociimit me Bashkimin Evropian, ka liberalizuar vizat, ka marrë rekomandimin nga Komisioni Evropian për statusin e kandidatit. Të gjitha këto në 8 vite.
dhe kanë të arsuar Shqipërinë NATO, ka marrë ftesë dhe kanë të arsuar Shqipërinë NATO. Pra, ata që kanë ADN në integrimit, ata dihet se kush janë. Dhe mos mashtrohen me pasaportën falso të Edi Ramës, të cilën sot për sot nuk e pranon askëkush. Shqiptarët kanë vetëm një alternativë për pasaportë europiane të ikin nga Shqipëria. Kaq është. Faleminderit. Faleminderit shumë.